Çështja është që PD-ja sot, si asnjëherë tjetër në historinë e saj, ka nevojë t'i thotë vetes të vërtetat. Sa do të hidhura mund të jenë, si do mund të jenë. Pash këtë nenin e statutit të rithemelimit, Berishës që e garantonte fraksionin. Dhe në atë kohë, një ndër propozimet e mia, unë insistova fort në këtë, ishte që pjesa tjetër të qëndronte, të rikthehej, të njihte legjitimitetin e Vulës, por të ishte një fraksion në Partinë Demokratike. Thash, pse do me Berishën, dhe përgjigjja vjen nga Berisha, po. Le ta bëjmë në atë format dhe e sankcionojmë. Dhe unë me thënë drejtën shkoj me këtë entuziazëm të miqtë dhe kolegët e mi, do të më shiko, pranojnë. Dhe di çfarë ka qenë përgjigja shokuese që ka marrë. Unë nuk jam fraksioni Sali Berishës, Sali Berisha është fraksioni im. Deklarata e fundit që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam lexuar si njohje të zgjedhjeve, të procesit zgjedhor. Përgjithsisht në standard, në mesazhe të tilla, urohet populli, vendi, por dhe qeveria. Një qeveri do urojë edhe sikur ti kishte humbur zgjedhjet. Ka raste kur urohet qeveria që ka humbur zgjedhjet, falenderohet për procesin e drejtë, mirë dhe shprehet gatishmëria apo vullneti për të bashkëpunuar me qeverinë e ardhshme. Pra edhe në rast humbi do të ishte përmendur qeveria. Nuk ndodh kjo. Por unë jam dakord me ty. Urimi i popullit shqiptar për zgjedhjet është një njohje e zgjedhjeve. Në mendimin tim paralajmëron një situatë të paqartë të administratës amerikane të bashkuara me politikën apo institucionet në çështës së tash mungon përmendja e qeverisë. Mund të ishte përmendur opozita në një rast tjetër, por as opozita nuk përmendet. Kështu që është një njohje zgjedhjeve me rezervë. Por edhe unë ndaj me ty që pavarësisht sa na vjen mirë apo keq, sa ishte pritshmëria e ngritur në mendimin tim në mënyrë pak jo realiste, është një njohje zgjedhësh, një njohje e këtij realiteti, sepse në fakt ky është realiteti që përballet Shqipëria. A është mjaft ajo gjysmë mesazhi i munguar në mesazhin në deklaratën e Shtetit Bashkuara të Amerikës? Ndahen politikanët në disa lloj modelesh, modeli që populist që vesh me propagandë ose ka një aksion, nëse do të jesh i pëlqyeshëm, thuaj njerëzve ata që duan të dëgjojnë, jo të vërtetën. Unë me gjithë kostat që kjo krijon kam zgjedhur të mos jem i tillë me veten, me njerëzit, me ata që më kanë mbështetur, punuar. Pra kam zgjedhur në çdo kohë të mos them çfarë ju pëlqen, por për të bërë unë i pëlqyeshëm, por të them të vërtetën edhe kur kjo më ka shkaktuar reagim negativ nga qoftë nga mbështetësit apo strukturat. Mesazhi i SBA-s reflekton këtë fakt që ka një problematik që Shtetet Bashkuara pra është e pamundur që Shtetet Bashkuara të pranojnë si standard zgjedhor çfarë ndodhi jo në këto zgjedhje, po në tërësinë e zgjedhjeve që prej vitesh po ndodhin në Shqipëri. Tu jemi të qartë, unë mendoj që do të ketë reagim në drejtim. Por nga ana tjetër, mendoj që urimi i popullit shqiptar është se ata sankcionojnë këtë raport të forcave që vota mirë apo keq ka projektuar. Thënë troç, unë mendoj që Shtetet Bashkuara mendoj që kanë probleme me qeverinë, por nuk shohin si alternativë opozitën në formatin paktën siç jemi sot. Pra është një lloj hedhje kohë ujë të ftohtë në kokë të dyja palëve. Qeverisë për çështje të tjera, përfshirje se mund procesin manipulativ, përfshirjes në të aspekteve kriminale, por patjetër dhe opozita ende nuk trajtohet si një alternativë aftë për ta marrë. Prandaj sankcionojnë me këtë mesazh uron popullin shqiptar dhe produkti i popullit shqiptar i devijuar apo i pa devijuar është ky që është. Kështu që nxisin për mendimin tim nxitin një proces reformator të thellë, një ribërje gati të alternativës opozitare në vend, jo vetëm një partie, por gjithë spektri opozitar. Por patjetër nuk mendoj që qeveria dhe pushteti i Ramës do të shpëtojë pa fshikullimet apo masat e tjera në raport bilateral tani më qeveria me qeveri. Ndërkohë që është dhe patjetër shumica analiza flasin për një domosdoshmëri jetike të reformimit të opozitës, por nuk po duket të ketë në reagimet e para, tani sa ka 2 javë që kanë mbaruar zgjedhjet, nuk duket të ketë shenja që po shkohet në këtë drejtim, sepse për sa kohë nuk pranohen zgjedhjet nga opozita, kryetari i partisë ka dalë dhe ka thënë nuk do t'i pranojmë këto zgjedhje, dhe kjo do të thotë që mua më vjen si një vonesë, një mundësi shumë e vogël për reformim Partisë Demokratike.
ka disa procese që duhen kuptuar dhe mirë kuptuar. Ndaj dhe unë plotësisht faktin që ne ballafaqohemi me një devijim masiv të vullnetit të votuesve të njerëzve. Po kjo nuk është surprizë këtë radhë. Është paktën herë e katërt nën këtë qeveri që ndodhi njëjti fenomen, thuajse edhe me njëjtat metoda, vetëm se sofistikohen. Dhe që Edi Rama nuk vjedh zgjedhjet, këtë nuk ka njëri që e beson. Por që kjo nuk mund të shërbejë si alibi për opozitën. Të paktën për të treguar se ka paaftësi serioze në rrëzimin e atij imunitetit që një forcë politike si PD-ja apo krejt opozita duhet të ketë për ta përballuar këtë histori, edhe ky është fakt. Pra unë e mbështes përpjekjet duke intensive në këto ditë për të dokumentuar shkelje pa rregullsi, për të denoncuar, për të sensibilizuar aktorët ndërkombëtar, organet e drejtësisë, por nga ana tjetër nuk do doja dhe për sa më përket modestisht nuk do lejoja, pra sa ka mundësi, që kjo të shërbej për si një alibi pastaj për ta lënë procesin reflektiv brenda vetes, dhe patjetër në bazë të procesit reflektiv, analize, kritike brenda vetes, të përdoret e vetmja mundësi që për tjetër demokratike edhe opozita sot ka, një reformim të plot të ballafaqimit të saj dhe në raport me shoqërinë, por dhe me qeverinë për të çuar drejt rotacionit politik. Kështu që sigurisht për shkak të kohës, evidentimi çfarë ndodhi në zgjedhje ka një lloj prioriteti kohe, por prioritet relativ. Kjo nuk mund të shkojë në pafundësi. Pra, unë pak personalisht e mirë kuptoj përpjekjet për ta evidentuar, por nga ana tjetër nuk mund të anashkalohet përgjegjësia që ose paaftësia po të doni e këtij korpusi opozitar, i gjithë ashtu, cili sipas përgjegjësisë vet, për të ballafaquar me sukses ka shi një makinerie të cilën manipulative të vullnetit njerëzve votave, por që nuk na vjen surprizë. Është herë katërt që ndodh në zgjedhje politike, me dëme jashtëzakonisht mëdha edhe për forcën politike, por në vlerësimin tim edhe për vendin. Pra thuash mas herës të katërt që vidhen votat, prapë vodi votat, minimalisht ne duhet kemi sensin e ndjesës publike ndaj njerëzve, opozitarëve, demokratëve, mbase jo pse ne nuk vodhëm vota si ata, por se ishin pa aftë të blokonin mekanizmat e njohur tani më të këtij pushteti. Dhe po të shkojmë më tej ka raste evidente që mund të tregoj diferenca të mëdha kur kemi qenë të aftë të blokojmë mekanizmin manipulator të zgjedhjeve, ne kemi fituar zona qarqe. Po do në 2021 ka mund disa raste të tilla. Sot kur kemi vrarë ata qenet guardian në thojza, guardian që ruanin ose imunitetin e strukturës, pra ata që ishin mbrojtësit e kësaj strukture, janë humbur. Ka një fajo, ka një përgjegjësi opozita këtu, patjetër që e ka. Dhe unë mendoj që për të ringritur duhet të kuptojmë realisht ku kemi rënë dhe pse kemi rënë. Është i vetmi shans që PD-ja dhe opozita ndërkohësisht, sepse pa një PD të ringritur të reformuar, opozita nuk ka shanse, të paktën të shpejta për rikthim. Do të jetë proces shumë gjata, mbase mund të shkojnë edhe breza. Prandaj është etike emergjencë që PD-ja të ringrihet, mendoj përmes një procesi riformatues të thellë, serioz, dhe bazuar në kritikën dhe në vetë kritikën e analizës se çfarë ndodhi. Besoj se do të jetë me shumë rëndësi kur do të nisë ky proces dhe nëse me këto dosjet në sqetull që nisen në për kancelaritë diplomatike të botës, me këto parregullësitë e zgjedhjes që patjetër që janë, ne kemi parë si media, i kemi konstatuar patjetër që ka, janë të dukshme manipulimet përmes mënyrash të ndryshme, ka rekorde të pjesëmarrjes së grupeve kriminale në zgjedhje, të gjitha këto janë në rregull. Përvoja na ka treguar që me këto dosjet e manipulimit, duke shëtitur në për kancelaritë diplomatike të botës, nuk është se është kthyer procesi zgjedhor, nuk ka ndodhur. Ka ndodhur ka ndodhur në 97-ën kur ka qenë tjetër specifik, tjetër kohë, të tjera kushte. 2001 ka shku deri në fund procesi, nuk është në fund procesi, por kurszua pushteti që doli nga zgjedhjet. Po patjetër morën presidenti konsensual u prodhua dhe prokurori ka mekanizma. Po nuk është mjaft as kjo, sepse paralelisht kjo mund të ndodhë dhe është një proces teknik. Po duhet edhe diplomatik që është një ekip që e ndjek këtë. Por a do duhet që opozita të fillojë menjëherë tani të bëj analizën pse ndodhi dhe pastaj të fillojë reformimin e thellë të saj, sepse zgjedhjet e tjera vinë shumë shpejt.
Pikërisht për këtë ju thash, duhet të ecën të dy proceset në mënyrë paralele. Për shkak të kohës ka një prioritet relativ mbledhja e fakteve, sepse procesi është në proces edhe ligjore, ankimuese, evidentuese. Pra, pengon analizën paralele? Jo, asgjë nuk e pengon. Hajde ta marrim të mirë që janë manipuluar zgjedhjet, okay. Asgjë nuk e pengon. A do të kishte ndodhur në fakt ky manipulim kaq i madh nëse tjetër ndryshe do të ishte qasur publikut Partia Demokratike me një listë tjetër? Patjetër. Me një frym tjetër? Do të kishte ndodhur ky manipulim kaq i madh? Unë mendoj se jo. Pikërisht këtë po ju thoja që dimensioni i manipulimit vjen edhe për shkak të dobësisë PD-s dhe të opozitës, dhe të kushteve të saj. PD-ja në këtë zgjedhje hyri në një situatë dramatike. Konflikti i brendshëm nuk ishte vetëm në krerët e partisë, dhe nuk mund të shërohej me bashkimin e krerët të partisë, pra një grupi deputetësh. Konflikti për përgjegjësi të gjithë palëve vajte deri në rrënjët e partisë. Dhe po të them diçka, dhe kam të përjetuar, të konstatuar këtë. PD-ja vazhdon ende të jetë përçarje në bazë. Çfarë lloj përçarje është kjo? Nuk ka më një grup, pra nuk ka më dy PD, marrni atë PD-ja këtij e PD-ja atij, por kjo një pjesë tjetër, një pjesë që mirë apo keq është PD, është kontribuese PD, ka patur peshë elektorale, heshte, zgjedhjet heshte, ose derdhe i heshtur në parti të tjera, me sukses apo pa sukses. Pra, procesi i bashkimit të Partisë Demokratike poshtë nuk ndodhi. Ajo çfarë pan publiku, prodhuam ne, ishte bashkimi i deputetëve, dhe ato sigurisht me interesa të drejtë për drejta. Por ky proces i unifikimit real të PD-s nuk ndodhi. PD-ja sot drejtohet nga struktura të dala në mënyrë të njëanshme. Kryesia e PD-s është sot kryesia e rithemelimit, pra një proces i njëanshëm, shumica po, patjetër, por i njëanshëm. Përjashtuar një pjesë tjetër. Strukturat në përdeg janë gjithashtu produkti i një procesi të njëanshëm, ndarës. Shumica po, por jo e tëra. Dhe unë mendoj që dobësia e PD-s ishte në bazë, në terren, në fushat, ishte kryesore ishte kjo. Njerëzit shikoheshin akoma me vëngër me njëri tjetrin, ose përdorej vazhdimi i konfliktit si një formë rivaliteti brenda llojit. Ti shifje kryetar Degësh nëpër provincat PD-s që atyre të tjerëve që i kishin kritikuar thoshin ju jeni atij, ju jeni këtij, jeni armiq, jeni. Pra ka qenë një përpjekje për të përdorur konfliktin brenda llojit, po them nga struktura bazë ose disa struktura bazë, duhet ta përjashtoj në këtë rast në fakt Kupolën dhe Berishën, apo dhe disa drejtues. Kanë dashur ta realizojnë bashkimin, por nuk garantuan mekanizmin për ta garantuar. Dhe pastaj këtu çfarë ndodhi? Këtu ndodhi që infiltruan ambicioz të vogël province që përdorën këtë klim konflikti për çfarë? As sepse jo ndjente për Berishën, as sepse jo ndjente për kënd tjetër. Ju duhej karrige e vogël. Primarët për shembull brenda partisë ishin një panoramë përveç Tiranës, mbase ishte një panoramë e qartë e kësaj. Primarët në qarkun e Dibrës janë bërë, unë u futa për të respektuar procesin, e dija që kisha përballë, janë bërë në frymën që, shiko, ju tradhtarët, na erdhët tani në dorë, ja do shikoni, dhe mbushën kryetar Degësh, provincash, mbushën kutit e primareve dhe fituar me 99% të votave brenda partisë. Me këtë klim sektare, me këtë tribalitet sektar. Çfarë ndodhi me këta që fituan 99% të votave brenda strukturave të partisë? Humbën 100% kutive përballë socialistëve. Kam zonën që i kam përfaqësuar si deputet, ku ndodhen këto historirat primareve, që fituan disa kryetarë Degësh, 99% kutive. Dhe çfarë rezultojnë sot në zgjedhje? Kanë humbur 100% të votë të kutive të votimit në zona Bastion përballë socialistëve. Pra, edhe ky mos bashkimi në bazë e dëmtoi imunitetin e një strukture partijake për të ballafaqur situatën. Po flas në një qark si Dibra apo në zona kur të njëjtat ishin aktorët që blenin vota. Të njëjtat ishin bandat që transformonin rezultatin. Si ka mundësi që para 4 vjetësh këto banda nuk ne i blen dot votat? E si ka mundësi që i blen sot? Them pikërisht kjo lloj përçarje që u mbaj, u konservua brenda. Duhet të jemi ndershëm dhe i sinqert. Ndonjëherë mua më duket sikur vetëm Berisha kërkonte bashkimin e PD-s. Gjithë të tjerë që ishin rrotull i bezdiste bashkimi i PD-s, sepse bashkimi i PD-s përkthej për çdo hierark të Tiranës ose hierark të provincës si një rrezik potencial se do vi dikush tani mi zotë se do t'i lëroj karrigen. Dhe koha e këtyre proceseve nuk lejoi këtë ngjizje. Prandaj them që reformimi e parë duhet shkuar drejt bashkimit të plot, real të PD-s.
bashkimit PD-s dhe midis fanatikëve të Sali Berishës, por dhe midis kritikëve të Sali Berishës, ose dhe midis atyre që zgjedhin mos futen fare në këto sherre, që ndrojnë në shtëpitë tyre. Pa ndodhur ky bashkim real i njerëzve, por kjo nuk kërkon vetëm bashkim fizik, por kërkon një lloj mentaliteti ndryshe, mentalitetin se kritika PD-ja lindi si parti njerëzve të lirë, ku kritika ishte oksigjeni i partisë. Momentin që ti vret kritikën brenda, momentin që çdo kush të kritikon, ose mendon ndryshe thua x e ti si armik, ose ti si e qendrestar, IQ bravist, IQ të shitur këtu, IQ shitur atje, përfundon historia këtu pastaj. Duke bazuar në gjithë procesin që po ndodh tani të mbledhjes fakteve dhe të lëvizjeve politike që po ndodhin brenda opozitës, ku pritet një proces analize konkrete për të gjitha ato që folëm dhe më pas një proces reformimi i Partisë Demokratike, sepse 2 vjet janë shumë pak për situatën në cilën ndodhet kjo opozitë, për të arritur kohën e zgjedhjeve të ardhshme lokale. Unë mendoj që procesi i analizës, kritike dhe patjetër reformimi duhet të ndodhë brenda kësaj vere. Sigurisht duke përfunduar ciklin e evidentimit shkeljeve, ekspozimit në për qoftë proceset gjyqësore, ankimimet, po qoftë dhe në për partnerët apo institucionet ndërkombëtare që monitorojnë zgjedhjet. Mendoj që brenda kësaj vere ka kohë, nuk kemi asgjë për të bërë më, përveç se për të marrë me veten edhe për të analizuar veten. Çështja është që PD-ja sot, si asnjëherë tjetër në historinë e saj, ka nevojë të thotë vetes të vërtetat. Sa do të hidhur mund të jenë, si do mund të jenë. Dhe mbasi t'ia themi të vërtetat vetes, duhet gjejmë po ashtu kurajin për t'ia thënë të vërtetat dhe njerëzve, mbështetësve, shoqërisë, atyre që na kanë mbështetur dhe atyre që na kanë refuzuar. Duhet t'ia themi të vërtetat. Këtu fillon ringritja e PD-s. E përdor një herë këtë termin, ky termi rithemelimi është përdorur gjatë konfliktit PD-s, u etiketua njëra pal versus tjetra. Por unë mendoj që realisht në rast se ka nevojë për të bërë diçka, për ta rithemeluar atë parti, ky është momenti. Do të ishte realisht mision shumë i madh rithemelimi, jo vetëm ndrimi disa emrave. Nuk ka vlerë ndrojnë disa emrave. Hoqë disa drejtues qarkësh, vun disa të tjerë, ojnë se ka kryesia, vun disa të tjerë. Hoqë një kryetar, vun disa të tjerë. Çështja është e rikonceptimit të PD-s. Unë mendoj që një ndër formulat, po e them unë tutë ju, që kam ndërmend ta propozoj zyrtarisht. Dhe më vjen keq që nuk arritet do të realizoj në kohë të tjera. Një ndër formulat që mund të mbaj brenda të njëjtës çati dhe mbështetësit, zotit Berisha në këtë rast, apo dikujt tjetër, por dhe kritikët, është krijimi një fraksioni, bashkëtesë në fraksione. Një kontingjent i madh njerëzish që janë PD, por refuzojnë një leadership zyrtar. Po të tillë mund të ketë tërë jetën. Pra kultura që kur nuk je me linjën zyrtare, je armik, je i shitur, je i këtij apo atij, është kultura është mish i huaj në PD. Sado kohë gjatë po jeton si një ferrë e keqe në këmbët e PD-s dhe demokratëve. Kultura e PD-s është një kulturë, ose pakta nga DNA-ja e themelimit, ishte kodja që shikoj, çdo kritik është civilitet, është forcë në fund të fundit. Prandaj po them, ideja e krijimit të një fraksioni apo disa fraksioneve brenda një çadër nuk do të ishte zgjidhje e keqe dhe mendoj që mundësitë janë në rast se nga të gjithë ka vullnet mirë. Pastaj në rast se të gjithë në denoncimin e farës elektorale ose në denoncimin se në PD duhen fytyra të reja, nuk llogarisin as PD-n dhe as mbështetësit, por interesat e tyre personale, do të kemi një déjà vu, në një krah apo në një tjetër. Mendoj që sfida e madhe e gjithëve është të tejkalojmë veten dhe të shikojmë çfarë mund të bëjmë në këtë situatë krize të madhe që forca e parë opozitare në vend më demokratike në vend ndodhet mas 35 vitesh. Më të rënjë vëmendjen kjo e fraksione dhe më kujtu historia jo vetëm e PD-s, po edhe e PS-s. Her pas here është futur ky propozimi i fraksioneve dhe gjithmonë refuzohet. Biles është diskutuar në The1-shin në prag të kuvendit parë zyrtar të Partisë Demokratike që ishte në shtator. Edhe u publikua një rregullore biles në atë kohë dhe u argumentua pse dhe u shmang për shkak se grindjet brenda Partisë Demokratike po të përshfaqeshin në formë zyrtare, në formë fraksione, atëherë do dëmtonin fitoren e tjerë. Dhe gjithmonë është gjendur nga një arsye të tillë. Kam parasysh 2005-ën, Edi Rama hyri me një platformë të vetën si kryetar dhe i kishte fraksionet brenda në platformë. Kur u zbardh platforma dhe u miratua në Kongres, ajo ishte hequr në mënyrë të tinxare dhe nuk ishte më. Pra, kjo loja me fraksionet është luajtur në çdo lloj kuvendi ose kongresi të dyja parë. Askush se pranon. Asnjëherë
sepse duhet ndrojë mentaliteti pra. Por asnjëherë nuk është pranuar seriozisht për të bërë, sepse sigurisht ndërtosh një fraksion nuk është vetëm titull dhe emër. Duhet ndërtosh një marrëdhënie kontraktuale brenda vetes. Pra me garancitë përkatëse, me përfaqësimin përkatës, me respektin përkatës, me ato çfarë kemi hapësirë ti kemi kundër, por nuk kemi hapësirë ti kemi kundër, për shembull, mund të jemi fraksione ndryshme brenda një partie, por është e pamundur që të shkosh të dëmtosh partinë në zgjedhje. Dhe në statutin e rithemelimit, që tani është dhe statuti zyrtar i PD-s, ka një nen ku citohet e drejta për fraksion, ka disa kriteri si ai mbrihet. Po e them këtë nëse kemi kohë se duhet të tregoj edhe një histori timen të përjetuar. Dhe keqja më e madhe është që nuk arrita dot ta realizojnë atë kohë. Me përfundimin e kalvarit të Vulës për legjitimimin, drejtimin legjitim të PD-s, Basha, Berisha, kjo andej, derën e vjetshme. Një ndër kërkesat, ne ishim rreth 12-13 deputet që nuk kishin përfshirë në pjesën e rithemelimit, qëndronim në PD-n zyrtare quhen atë kohë. Dhe gjatë gjithë kohës bindja ime ka qenë, edhe kur ishte aktiv Basha apo këto tjerë, thoya shiko, kaq sa jemi ne të ndarë. Edhe sikur Vula të jetë 100% këtu, pa pjesën tjetër ne kemi zero shans për sukses politik, pushteti, se PD-ja nuk është një parti që mbijeton opozitë përjetshme, shtova 2 deputet të radhë dhe 5 radhës tjetër. Suksesi i PD-s madhet kryen apo jo rotacionin politik, rrezon apo jo pushteti, vjen apo jo në pushtet, kjo është matësi. Dhe unë gjithmonë nuk shata një shikon, në rast se vjen Vula këtu, ne duhet të hapim partinë, çoft format fraksionesh për ta, të ftohen, të futim në zgjedhje të reja, të rikthejmë strukturat. Ndodhi që Vula nuk ndeti këtu, vajti në krahun tjetër. Dhe një ndër bisedat që kam bërë atëherë me kolegët e mi, ne ishim 13 deputet. Pash këtë nenin e statutit të rithemelimit, Berishës që e garantonte fraksionin. Dhe në atë kohë, një ndër propozimet e mia, unë insistova fort në këtë, ishte që pjesa tjetër të qëndronte, të rikthehej, të njihte legjitimitetin e Vulës, por të ishte një fraksion në Partinë Demokratike. Në atë kohë dhe për shkak njohjeve të mia personale të vjetra, që nga historitë e vjetra hershme të PD-s kemi qenë të ri me Flamur Nogën, sekretar përgjithshëm sot, e marr dhe i them, shiko Flamur, keni çfarë do bëhet, si do bëhem, thot hajdeni, bashkohemi, patjetër. Tash po, por ju keni një nen në statut, që thoni fraksioni. Dhe një ndër nenet me të cilat themeloi një fraksion në Partinë Demokratike me statuti që sot është, ishte 10% e firmave të grupit parlamentar. Pra mjaftoni rreth 10 firma deputetësh që në mënyrë automatike të krijojë një fraksion brenda partisë. Dhe pastaj fraksioni merrte përfaqësimin e vet në bazë një marrëveshjeve, rregulla që e përcaktonin. Po Flamuri po e zbatojmë. I thash, okay, por në atë kohë Berisha izoluar. Thash, po të lutem do të konsultohesh dhe me kryetarin, me Berishën, se kjo nuk është çështje personale e marrëdhënieve tona. Është çështje që edhe unë po flas për një fluks njerëzish, por dhe ju keni përgjegjësinë. Dhe Flamuri e konsulton, besoj me Berishën, atë kohë ishte izoluar, dhe më thotë që po, madje thotë gjeni formatin më liberal të infraksionit. Dhe unë merrem ja 3-4 ditë, studioja shoh dhe gjej që Partia Republikane Amerikane, e dija historinë, por pash edhe mënyrën, Partia Republikane Amerikane ka një fraksion të madh brenda vetes, që është Tea Party, Partia e Çajit, po është Tea Party. Është në fakt fraksioni që nxori Trumpin, mbështetësit e Trumpit. Ata funksionojnë si parti krejt paralele. Krejt paralele. Kanë forumet tyre, organizmat tyre, mediat tyre, gjitha kanë propozojnë njerëz të tyre. E vetmja gjë që bëjnë është që në zgjedhje, kur do ka zgjedhje, garojnë në siglën e Partisë Republikane, në stemën e Republikanëve. Dhe i them Flamurit, si Tea Party, jetes bashkë ekzistencë për paralele, pa u përzier. Thash, pse do me Berishën, dhe përgjigjja vjen nga Berisha, po. Le ta bëjnë në atë format dhe e sankcionojnë. Dhe madje ka patur një miting në një korik të paravitshme që Berisha foli nga balkoni dhe ka përmendur këtë që ta bashkojmë PD-n nën modelet e fraksioneve të ndryshme amerikane. Dhe unë me thënë drejtën shkoj me këtë entuziazëm të miqtë dhe kolegët e mi, dhe them shiko, pranojnë, sigurisht kanë rezervat e tyre, por pranojnë sepse e kuptojnë që është nevojë për të bashkuar. Dhe di çfarë ka qenë përgjigja shokuese që ka marrë. I them Bashës shumë, edhe përgjigja që Basha më jep thotë, unë nuk jam fraksioni Sali Berishës, Sali Berisha është fraksioni im. Aty ndalova komunikimin sepse nuk flisnim më në botë racionale.